Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala ashrafil khalqil mursalin, Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër dhe motra, e falenderojmë Zotin Dhul Xhelal në këtë mbrëmje kaq të bukur, në këtë vend, këtë shtëpi të Allahut xhaleshanu, kështu së bashku, sa ai është i vetmi që meriton falënderim. Përshëndetje të selamat ja dërkojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Gjithëve juve këtu shka jeni dhe juve që po na ndëgjoni, po na ndeshni, u përshëndesim me përshëndetjen e Islamit, me përshëndetjen e paqes. Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu, duke ju dëshiru juve, familjarëve të juj, të dashurve të juj, paqen, mëshirën, begatin e të madhit Allah Dhul Xhelal, tjetë tek ju, tek familjarët e ju dhe tek të dashurit e juj. Vëllezër dhe motra, ne sante kemi përzgjedhur një temë sa do pak me i përshtat ndoshta edhe kohës, edhe momentit, edhe ngjarjeve që po jeton në gjithë bota, në veçanti bota islame dhe muslimanët, në veçanti gjën më të rëndë që e shohim në shoqërinë e sot e që na dhem me të madhe është padrejtësia, është zullumi. Padrejtësia tek njerëzit në përgjithësi, sepse na në aspektin njerëzor jemi të gjithë të barabartë. Mirë po me theks të veçantë tek muslimanët në veçanti. Por ne duhet kuptojmë gjithë një gjë. Po edhe ata të cilët nuk janë praktikantë të fesë, po edhe ata të cilët nuk janë besimtarë. Se besimtari kur nuk i ban zullum pa drejt dikujt tjetër. Qof musliman, qoft jo musliman. Qof musliman praktikant, qof musliman gjunaqar. Besimtari nuk i ban pa drejt kur njëherë askujt. Sepse pa drejtsin nuk e ban që të merë dënimin e Zotit xhaleshanu, se e din se është në mbikëqyrjen e Allahut Dhul Xhelal. Padrejtësin nuk e ban sepse është i mequr dhe thellë i bindur në Allahun xhaleshanu. Padrejtësin nuk e bojnë njerëzit që i thojnë vetës njeri, po edhe nuk e bojnë padrejtësin njerëzit të cilët i thojnë vetës musliman. I madhi Allah xhaleshanu thëjke në një hadith kutsi. Hadith kutsi është që Allahu xhaleshanu e ka thonë, mirë po nuk e ka regjistru në Kur'an, e Muhammed Mustafa e ka interpretuar. Thëjke, ja ibadi, o robët e mi, inni haramtu dhulme ala nafsi, thëjke Zoti xhaleshanu, unë ja kom ndalu vetë vetës time pa drejtsin. Allahu xhaleshanu nuk i ban pa drejt askujt. Askujt nuk i ban pa drejt. Mirë po besimtarët nga njëherë vendimet e Zotit xhaleshanu ju duken se janë të padrejta. Kurse Allahu xhaleshanu kur nuk i ban pa drejtësi. Thot çdo e mirë që ju vjen juve, ju vjen prej meje. E çdo e dëmshme e ligë që ju kaplon juve, është prej shejtanit dhe prej nefsit, prej egos, prej paditurisë juve. Ama e keqja nuk vjen prej të madhit Allah xhaleshanu, ati i kofsh mi falë. Në kohën e njanit nga pejgamberëve të Zotit xhaleshanu, Hazreti Davudit, i ka shku një grua dhe i thot, o pejgamber i Zotit, a rabbuke adilan au zaliman, është Zoti yt i drejta i pa drejt. Hazreti Davudi, kur e ka marrë këtë pyetje, bukur e rëndë, ngrit në këmbë dhe ka thonë, bel hua adila, thot aja është i drejt, drejtësi absoluta i ka. Gruaja po i thot, Zoti nuk është i drejt. Tha pse? Tha se unë njëherë në muj dal në treg, pregaditi, kur u qelfshin dhent, e marrë atë leshin e pastrojke, e rregullojke, edhe në mujt, e qitë kënë trek për me shitën.
me ato pare i rrit ke fëmijën. Tha unë 1 muj ditë kam punu dhe e kam qitën në treg për beshitën këtë produkt, tha ka ardhur një shpend i madh e ka kapën edhe ka fluturu. Ka ik. Pi thot kjo gruaja, Zoti yt është i padrejt. Edhe Hazreti Davudi a.s. mbet. Të nesërmen i kanë ardhur disa marinarë. I kanë ardhur disa marinarë edhe po ja bin Hazreti Davudit a.s. 1.000 dinar. I tha, pse këto pare? Tha, o Hazreti Davud, jemi kanë duke lëndru me anije në deti. Është hap një vrim, një birë është hapën anijës. Ka fillu uji me ardhme të madhe. I kemi hekër rrobat e tona, sha kemi pas, e kemi fut për me mbyllën atë vrimën. Mirë po, dalke, përsëri. Tha, në atë moment kër i hupëm shpresat, në ka ardhë një tuf e madhe nga leshi i delëve. Dhe e kemi marrë ata, edhe e kemi futën. Në atë vrimën, tha, dhe kemi ardhën shëndësh e mirë. E tha, ja kemi qitë vetës obligim, që çdo njoni prej neve nga 100 dinar sadak me i dhanën. Tha, ja, 1.000 dinar. Tha, ti din ku mi shpërnda. U gëzu Hazreti Davudi a.s. pa mos, sepse deri tash nuk i kishte kthy përgjigje adekuate gruas. I shkoi te shtëpia dhe i tha, Zoti jon është i drejt. Gruaja po çon. Tha, është i drejt. Tha, urnon 1.000 dinar. Tha, si është e mundur? Tha, se kur e ka marrë ai shpendi, e ka dërguan tek njerëzit ku kanë pas mas shumë të nevoj, se 10 persona kanë pas me u fundos, me u mbytën. Tha, e kanë shpëtu, e ata i kanë prun shej falenderimin ndaj Zotit, 1.000 dinar. Filloi gruaja me qajt nga gëzimi dhe tha, për 1 vit, tha, unë nuk kisha mujt me i fituan këto 1.000 dinar. Tha, vërtejt Zoti Xhaleshanuhu ka i drejt, dhe u bon jana nga besimtarët shumë të devotshme. Për këta i madhi Allah Xhaleshanu thejke, unë vetë vetës teme ja kum ndaluan pa drejtësin. Fela të dhalamu, edhe ju ndalënja vetë vetës juve pa drejtësin. Mos i bëni pa drejt askujt. Sepse, sot është një telashe e madhe. Pa drejtësi shumë në shumë sektore, në shumë vende, në shumë profile. Pa drejtësi shumë të shumë kategori të njerëzve. Të shumë kategori të njerëzve, shumë i pa drejtësi. Shofim se i pari i banë zullum punëtorit. Shofim se në familje ka zullum, burri i banë zullum bashkëshortës, pa drejtësi, e vladve, prindërve, vllaznillakut, fillan kaja, fillan dëshira dhe bohën zullume të ndryshme. Kojshia nuk është i rahatshëm nga zullumi, nga padrejtësitë e kojshijës. Është bukur telashe. Drejtori i shkollës ju ban zullum mësimdhansave, mësimdhansat me drejtorin, nxansat drejtorit e mësimdhansave. Ka do thot shumë zullume të ndryshme, sepse na jemi duke pa, sidomos në vendin ton ku po jetojmë, në shtëpitë e muslimanëve, pa drejtësi ndaj bashkëshortës, pa drejtësi ndaj prindërve, pa drejtësi ndaj fëmijëve. Fqinjt në përpuna të ndryshme, në për biznise të ndryshme, dhe kur të pash do thotë rezultatin, bereqet të këta nuk ka. Për këta thejke Muhammed Mustafaja, iyake wa dhulm. Çdo sen mund është me bo, nëse lejot me thonë, vetë zullum mos i ban dikujt. Veç padrejtësi mos i ban dikujt. Fa inna dhulm, dhulumatun yawm al-qiyama, sepse padrejtësia është errësirë. Nesër kur do dalim para të madhit Allah Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelalu. Shiqani, nesër sonte do të përpjekim me e përmbyll këtë tem me disa tregime. Se si u ka arë fundi njerëzve të padrejt. Jo gjithë këtu shka jeni në xhami dhe gjithë ju shka në ndëgjani.
njerëzve të cilët bojnë zullum, kur funi nuk ju vjen i mirë. Kur përfundimi me dalë për kësaj bote, për kësaj dynjaje nuk ju vjen i mirë. Për këtë arsye kush është gjallë, e i ndëgjën këtë fjalë, le të thotë astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Le të bjen pishman, le të kërkon falje Zotit xhaleshanu. Zoti ka me falje dhe ka me ja letuar. Zoti ka me falje dhe ka me ja letuar. Për këta zullumçarëve kur fundi nuk ju vjen i mirë. Ebu Lehebi dhe gruaja e tij. Kur i ka ardhur vdekja, i ka rënë një smundje shumë e rëndë. Hades, apo që është kanë e njoftur të populli, Murtaja. Se Ebu Lehebi ka qenë kundërshtari numër 1 kundër Muhammed Mustafas, edhe pse e ka pas dvejtën, e ka pas të familjes. I madhi Allah xhaleshanuhu një surë në Kur'an e ka zbrit për Ebu Lehebin. Një surë komplet. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Durët ju thafshin Ebu Lehebit. E ka mallku Zoti xhaleshanu. E ka mallku edhe gruan e tina, pastaj vazhdon kjo sure, ajo e cila mledh të droj krane për të shku dhe për t'i bo zullum Muhamedit dhe familjes së tij, thirrjes së tij, davës së tina. Subhanallahu, që ka ardhur fundi. Ebu Lehebit në fund i ka rënë Murtaja. Sa që thëjnë historianët, e ka thah, e ka terë. Kur ka vdekur, ka pos gjenazi ati një erë shumë të keqe. Nga aromat më të rona, familjarët ka nikë pitina. Ka arë fisi Kuresh dhe i thë, i qërton një vërtet, si është e mundër Ebu Lehebin me lanën ju ashtu, si një mbeturin me lanën, nuk jemi duke mujt me ju afru afer nga era e keqe. Dhe kur kanë shku fisi, një men s'ka mujt askush. Dhe që kanë bo? E kanë marë, e kanë lidhë me disa litarë për kam, dhe e kanë ngrej zhag, se ka bartë kërkush gjenazën e ti se s'ka mujt, e kanë ngrej zhag, dhe e kanë qitën në një kodrën më të naltë, sa që i vetëmi njeri që s'ka mujt me u vorës, është Ebu Lehebi. E kanë ngrone gërsirat, e kanë ngrone në shpezët trupin e tina. Zoti xhaleshanuhu e kanë nënçmu, se shpesh e kanë ngrej zhag Muhammed Mustafan, shpesh ja kanë nënçmu bisedat fjallët, e ka torturu, e ka ofenduën me fjallë të ndryshme. Po edhe të njëjtën ku, gruas e tij, Ummu Gjemile ka posemni. Kësaj, e cila bartë ke dru, dhe shumë fjallë bartë ke për Muhammedin a.s. Ka qenë përgojuse nga përgojuset më të mëdhaja. Për Zotin e lëm, i ka arë fune interesant. Drut i kishte të lidhura në shpindën e saj. Për plot litarë këto rrethit. Edhe duke ranë nga kodra, është rëzu, ka zonë thu. Dhe është lidhen edhe është furën vetë. Ka mbet e varër me dru, krejt litarët në fyt dhe ka vdek në këtë formë gruaja e Ebu Lehebit. Ja Rab, si a ka prun Zoti xhaleshanuhu kësaj që theke Muhammed Mustafaja, e vetëmja që mas shumë ti ka përgoju, e vetëmja që nga gratë mas shumë ti e ka ofendu Muhammedin a.s. ka qenë kjo fundi erdhë që Zoti xhaleshanuhu me litar jam mbylli gojen dhe vdiq. Për Zotin e lëm, nga këto tregime dojmë me marrë mësim na besimtarët. Kur mos mendon se zullum nuk është vetëm me dal me mbyt një njeri. Zullum nuk është vetëm me dal me mbyt apo me rrej një njeri. Po zullum i ban ati njeriut kur ti e ofendon e e përgojon. Kur ti ja merr pasonin, kur ti ja zën vendin e punës pa të drejtë, kur ti e shantazhon me 100.000 fjalë
vetëm ja hup autoritetin në mos që mundet me pas ai njeri, zullumi e t'i bon. Mos i ban, bjeri istikfar, ktheu Zotit Xhaleshanu se pasha të madhin Allah. Jo vetëm ti, po dhe familja jote kanë me qenë pengë e zullumit tanë. Dhe familja kanë me qenë pengë e zullumit. Andaj sa njeriu sot bën zullum. Sa njeriu sot e han pasuninë e jetimit. Sa njeriu, unë kur ndëgjoj te populli im shqiptar, që ka qenë në bazë i pastër si Loti, i ka vdek vllau apo i ka vdek djali dhe i ban presion gruas së djalit apo të vllaut me u largu nga shtëpia. Me u largu aja, po don me rujt fëmin. Ti duhesh me u largu nga shtëpia. Nuk e mban, për një arsye, vetëm ja mor pasuninë. Që aja mos me trashëgu, mirë po tu ka e dyqanët apo çka ka, më mbetën mua. Po kjo është zullum i madh, nga zullumet e mëdha është. Shiqani se si u ka ardhë që thash zullumi është pengë edhe familja të zullumit tanë. Ebu Lehebi boni zullum Muhammed Mustafos. I erë funi si që erë. Gruja Ebu Lehebit i boni zullum Muhammed Mustafos, shokëve tina edhe i thtarëve të islamit. I erë funi si që erë. Shiqeni djemëve ti që ju ka erë funi. Ebu Lehebi i ka pas 2 djemë, tu 2 djemë ti ka pas të martume me vajzat e Muhammedit a.s. Utbe dhe Utejbe janë djemë të Ebu Lehebit. Ka qenë i martuar me vajzën e Muhamedit, Ruqija ka pas emrin, dhe e dyta Ummul Kulthum. Kjo nana ja ka bo djemve se djem kanë pas një jetë shumë të mirë me vajzat e Muhamedit a.s. Fatkeqësisht, na shumë i sot që nana apo baba është shkaktar për mja prish jetën e vllatit, për me ndon nga jo grue. Kur t'ja ndëgjësh arsyet, janë arsye banale. Janë arsye do thot që nuk ja vlen. Janë arsye që nuk ja vlen, për mos mi përmen para kamerës do thot. Nona i ka urnu mu shkurorizu. Me një arsye, thot që Muhammedin a.s. ta shmongëmi pe thirrjes prej davetit islam e letmirët me familje. Pse u shkurorizue, do thot letmirët me këta. Vesh për këtë qëllim. Muhamedi a.s. ta neglizhon veten prej thirrjes, prej davetit. U shkurorizun për Muhammedin a.s. për asnjë çast, për asnjë moment nuk e kalon anash thirrjen dhe davetin islam. Për asnjë çast. Bile për kundrazi, është forcua dhe ma shumë me vajzat e veta që i kanë ardhur në shtëpi. Por një ditë, Utbe, me vllaun dhe me babën, vendosën me shku me bë tregti për Shami Sherif. Po ky djali Utbe tha, unë nuk nisna për tregti pa shku Muhammedin me pështy në fytyrë. Ebu Lehebi e njafke Muhammedin. Pa besimtar po ja njafke thirrjen e tina. Sa aja është thirrje e drejtë, sa aja është i dërguar i Zotit. Mirë po nga inati, nga zilia, nuk e pranoj ke Muhammedin a.s. E dini që edhe sot, ka njerëz që ta nje aftësinë tone, ta nje drejtësinë tone, ti nje mundësitë e tua, po nuk të përkran vetëm nga inati, vetëm nga zilia. Të kundërshton. Ajt një shumë mirë, si Lotit një, edhe e din kapacitetin tanë. Për këtë arsye ti nuk guxon me u ndal, ti dush me shtu vollumin, mos më u marrën me ata njerëz. Mos më u marr. Ebu Lehebi tha djalit, birë janë mos vepra kështu. Mos vepra kështu. Tha unë nuk nisna për tregti. Karavani ka me mejt pengimi s'komunizën, pa shku me pështy Muhammedin. Dhe ka shku, subhanallah. Ftyrën më të ndritshme të njerëzimit. Muhammed Mustafan e ka pështy në ftyrë. Dhe është këthy me njëherë. Baba ishte të dri dhe Ebu Lehebi. I tha birë, u ktheve, tha po, a e realizove? Tha që ka boni aj? Tha kur gjon? Hiqiq kur gjon, kur fa reagimi?
Jo, tha vi që i ngriti durë dhe tha, o Zot, lëshaja një tigër, që le ta shkyn dhe le ta han, le ta azgjëson prej farës tokës. Birë tha ruju, se kjo ka më të ndodhë. Subhanallah. Ebu Lehebi pa besimtar, ama e dike se duaja Muhammed Mustafas nuk thejet mbrapsht e Zoti. Tha birë ruju, se kjo ka më të ndodhë. Unesën për tregti, nata po i nxen, të lodhur e të raskapitur nga rruga, po nalën dikun me një vend për të pushu. Për të fjetë. Ebu Lehebi e kishte dertin e evladit, kom i ndodh diçka. E kishte dertin e evladit, kom i ndodh diçka. Dhe tha unë e po rujta natën. Morë shumë njerëz, i boni radhë kështu, 7-8 kënej, 10 kënej kështu, dhe djalin e vetë e futin në midis, që nëse vjen tigri, le ta han dikan për këtyve, djali jam le të pështën. Duke rujt, Ebu Lehebin e kod gjumë edhe ata. Ka ardhur tigri duke nuhat. Duke nuhat. I ka kalu kret këta njerëz që cilët ishin kallabllok dhe e ka kap djalin e Ebu Lehebit Utben. E ka marrë dhe e ka shky, e ka ngran, nuk ka lënë as një asht të tina dhe nuk ka mujt me pështu kërkush. Ebu Lehebi u ngrit nga gjumi. U ngrit ngejt shukt. Iku, smutën me ndalën e gërsirën dhe ju tregoj, tha djali jam, ka bërë sot këtë veprim. Muhammedi u lut dhe i ka thonë o Zot, këshaja një tigër le ta shkyn. Tha duaja tina nuk refuzohet, thirrja ati është e vërtet. Mirë po ju këshilloj, që mos me tradhtu fisin ton Kurejshit, mos me pranu kur ata si profet. Amo po e din që aja është në të vërtetën është. Subhanallah, tash na kemi rastet këtilla sot tek ne. E din se thirrja jote është e vërtetë, e din se veprimi jote është hak i vërtetë. E din do thot mundësitë e tua dhe kapacitetet e tua. E din se që kjo është legjitime, nuk ka tjetër. Mirë po nga inati, nga zilia, ai nuk të pranon. Edhe nuk të ndëgjon. Për këtë arsye në luftën e Uhudit, një njeri me emrin Ibn Kumeja, i cili në këtë luftë ka pas një hanxher i thikë të madhe, ka ardhur dhe Muhammed Mustafa e ka qellu 2 herë. Ky është ky njeriu, Ibn Kumeja, që Muhammedit a.s. ja ka thyrë dhëmballën e parë. I kam shu një herë dhe ja ka thyrë dhëmballën e parë. I kam shu për zdyti dhe këtë mollëzën e faqës ja ka thyrë Muhammedit a.s. I tha Muhammedi a.s. Zoti Gjelle Shanuhu ta hub gjenazën. Zoti Gjelle Shanuhu ta hub gjenazën. Mas pak kohëve, kë Ibn Kumeje duke i rujt në një kodër të nalt, guri nalt, shumë, në për kodrat e Mekës, duke i rujt delët. Kë duke shiqu të guri, duke najt këto në trap. Me kilometra kodrat e poshtë, ka ardhë një dash. Qysh rrokën ata. Ka ardhë një dash dhe i kam shua në shpinë. Ja ka këput boshtin kurrizor dhe ka ra poshtë. Dhe kur gjenazën e ti s'ka mujt me gjetë askush. Dhe nuk kanë mujtën me nxjerr as me e pa askush. Zoti ta hub gjenazën. Njerëzve të padrejt, i madhe Allah Dhul Gjelal, një përfundim shumë të rrezikshëm ja sjell. Për këta o besimtar dhe ju besimtare, bëhuni të drejt, bëhuni paqësor, ndihmojuni njerëzve. Na mbi të gjitha jemi njerëz, na mujna me gabu, mirë, po me qëllim dhe me vedia të plot nuk duhemi me vepruar. Po nëse kemi vepru, thuni astaghfirullah, bjeni pishman, ktheja ata manet që ja ke marrën, shkoj lypja halallin atij njerit, se i modhi Allah Gjallëshanuhu e pranon. Këto tregime janë për me marrë pse.
Sepse një person i cili bëri zullum të madh, Ahmed ibn Hanbelit. Ahmed ibn Hanbeli ishte njëri prej ulemave të mëdhej. Për këta ty që të bëhet zullum, duro. Duro, mos e kthe zullumin. Nëse të ofendon dikush, duro. Nëse të ka privu dikush nga posti, duro. Nëse nuk vjen, nuk prezanton tubimet e tua, nëse të injoron, ti mos e injoro kurrë ata. Ti shko, nëse ai nuk të viziton kurrë, ti shko dhe vizitoje. Apo dojna me beqit në pa islamin. Ky është islami real. Ky është mesazhi hynori Allahut xhaleshanu. Hoxhafeni ran po, veç shpërblimi është i madh pe Zotit xhaleshanu. Ran po, ama shpërblimi i madh është i Zotit xhaleshanu. Mos i mbajë dhërem as kujt. Edhe ai i cili ka dosh më të asgjësue, më të largue, më të i botë gjithçka, shtrinja dorë, shko vizitoje, shko bani për hajër, kur ka në ndonjë heng, thirrën për drejkën, për dorka, kur njëherë mos i mbaj. Ato më konë besimtari mirë, te Allahu xhaleshanu. Kështu i këtij duhet të jesh. Imam Ibn Hanbeli mor rrahje shumë të madhe nga kryetari atëhershëm. Vetëm për ta publiku një nga mendimet e tij që theke për Kur'anin, Kur'ani është i krijuar. Veç për çta, Imam Ibn Hanbeli i tregoi që Kur'ani është prej të madhit Allah xhaleshanu. Nuk e kanë shkruar njerëzit. Asad na gjejmë, Muhamedi i shkon shumë i mëshëm, atë ku e ka shkruar të thotë Kur'anin. Kur'ani nuk ka autor. Kur'ani nuk ka autor. Autori i parë është fjala e parë që thotë Elhamdulillahi Rabbil Alamin, falënderimi qoftë Zotit xhaleshanu që e ka zbrit këtë Kur'an. Jo do të thotë filoni apo filoni, askush nuk e ka shkruar. I madhi Allah xhaleshanu e ka zbritën Kur'anin. Por Imam Ibn Hanbeli nuk pranoi saqë u maltretu shumë të madhe. Për shumë kohë nuk mundi me dalë në xhami. Nga e rrahmja e madhe. Derisa kur filloi me orë në xhami, Imam Ibn Hanbeli nuk mujke me marr as tekbir me ngrit durt, po edhe nuk mujke me i lidhën durt në gjoks apo në bark. Për këtë arsye, me dhëbi Hanbeli, ata nuk lidhën në namaz, mirë po marrin tekbir Allahu Akbar dhe durt i mbajnë shut drejt. Nga imami tyve. Por gjatë rrahjes ka njëherë busqeshte. E kur e liraj ka i gjelati, e pyetshin njerëzit. Të mshojke na ka ishmi ti busqeshe. Tha ju jeni konë duke e pa dorën e këtij gjelatit. A unë jam konë duke e pa dorën e Rahmanit, Zotit xhaleshanu, duke më mbrojt mua. Tha për ata do thot busqeshte. Në fund të jetës, ky gjelati është smu shumë. Një smundje shumë të rëndë, sa që ju ka paralizu gjysa e trupit, kështu për gjysë. Jo gjysë shoket e poshtë apo diçka, po veç kështu për gjysën e hunës e të poshtë. Sa që thuhet në onën e majtë të tina, me marë qka dush, me shtrëngu, me këput, me prej, nuk nike. Mickoja mi arë në onën e djathtë, i shkaktoj kellim të madhe, si kur me prej, me thikë. Dhe atë shumë bërtitke, këtu njerë shpijat nuk kanë qenë këtila komfore, nuk ka pasën sa që nuk mu ishin me duru, sepse mizat në fush nuk më nësh me inalën, e morën dhe e burgosën. Dhe ka vdek i burgosën. Familja e largoj, ka vdek i burgosën. Shiqan e kjo që i boni sabër, Imam Ibn Hanbeli, radiallahu anhu. Se gjenazën e ti kur vdeq, a i gjelati, vesh 3 vet e kanë qu të vorët. S'ka shku kërkusheq. Kurse Imam Ibn Hanbeli kur ka vdek, ja kanë përcjell gjenazën e ti i tër Bagdadi. Njerëzit s'mu ishin me shkuan, me dalë në rrugë, se ishin të mbushon me njerëz, ja falshin gjenazën
nga o burri, u lidhshin në namaz dhe ja falshin namazin Imam Ibn Hambelit radiallahu anhu, dhe derisa hala pa u vorosën ai, nga jahudit dhe nga të krishterët e kanë pranu islamin 100.000 persona. 100.000 persona e kanë pranu islamin. Pse? Ka duru, pa fundi ka ardhi mirë. Ka pos vujtje, ka pos dhimt, pa fundi ka ardhi mirë. A dini çfarë shëreti është më ta përcjell xhenazën shumë njerëz. A di çfarë letimi ka ajo xhenaze që ja folin njerëzit, ka thonë Muhamedi alayhis salam, 40 persona më ja fol dikujt xhenazën, ai njeri lirohet prej dënimit varrit. Amo kjo fjalë nuk është për sot. Prezantojmë 500 vet, e veç 30 a 40 apo 50 ja falin xhenazën, këto të tjerë nuk ja falin. Jo. Atëherë kur 40 burra mi pas mbledhur kon punë e madhe. E sot nëse prezantoj të gjithë çata që janë kon aty prezant, jam I bindur te Allahu në thonën e Muhammed Mustafas, se Allahu ka me liru pe dënimit varrit. Sa mirësi e madhe është më ta përcjell dhe më ta fal namazin e xhenazën shumë njerëz. Për këtë Haxhaxhi, një kriminal I madh, ja asaj kohe, I mbyti 120.000 persona. Musliman, jo musliman, s'ka mbyt jo musliman. Se kriminalet e islamit nuk mbytin jahudi dhe të krishterë. Absolutisht. Kriminalet e islamit, nga kriminalet e islamit, thonë ndryshe, nga kriminalet e islamit, fejt e tjera janë të sigurt, muslimanët janë hall prej tyve. Nga kriminalet e islamit. Sa që Omer ibn Abdul Aziz I thejke, si kur krejt botat I bashkojnë kriminalet e vetë, na kishmi me fituan veç me kriminalin ton Haxhaxhin. Si kur që na thojmë sote. Si kur krejt bota ti bashkoj kriminalet e vetë, kriminali jon Beshar Esed I Sirijës fiton I myt. I mund, gjithë I mund. Sepse çka atu vepruaj që sa vite, e sidomos këto ditët e fundit, para 2 ditë vdjell dhe sot, çka atu bo në Halepo të Sirijës, vërtet asnjë njeri, musliman e jo musliman, në gjendje të mirë psiqike, shpirtërore, nuk e bën atë gjenocid. As Arkani, as Miloshi nuk ka bërë ashtu. Mirë por Rusijës I ka mbet me rak shumë që në Ballkan nuk mujti me I shparos muslimanët. Rusijës dhe Iranit I ka mbet shumë me rak që muslimanët e Kosovës nuk I prejti krejt dhe muslimanët e Bosnës nuk I prejti dhe nuk I asgjësej nga toka. E tash po e shfrytëzon Rusia dhe Irani Beshar Esedin për me I likviduar njerëzit nga rruzulli toksor nga muslimanët. Po I shtin ushtrinë e tij për me mbyt fëmijë. Me minja fëmijë. Me javë nxjerr zemrën fëmijëve, edhe me javë ngron zemrën fëmijëve. Me I prej gratë e pleqt. Po ky është kriminal tipik. Mirë, po fatkeqësisht, bota që shunë sot ndaj këtij kriminalit mujnë me ra në rangun e tina. Mujnë me ra në rangun e tina ajo botë e cila shunë. A vetëm për muslimanët nuk po desh ka muqu me bo protest. A vetëm nëse vritët dikush I jo muslimanëve, dojmë mu ngrit krejt bota dhe me marshuna për rrugë. Në Siri, në Halepo, këto ditë me minja njerëz janë mbyt, me minja fëmijë. As një reagim, as një marsh, as një dënëncim, as një për kundrazi, qetësi absolute. A thu, këto musliman trupin e kanë me ngjyrë, e ju e paski me gjak. Të thot, na e pasmi me ngjyrë trupin, kurse ju tjerët e paski me gjak. Ju kokshit shtrejt, kurse këto nuk janë do të thot shtrejt. Mos bëni zullum, se I madhe Allah Gjaleshanu I afsjell juve, I afsjell familjarëve t'juj, shiqon e dritën e islamit, shiqon e mostrën e muslimanëve dhe të njerëzimit. Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, bota në përgjithësi ka nevojë për mesazhin hynor, ka nevojë për Kur'anin azimushon,
ka nevojë për personalitetin më paqësor të rruzullit të kësor, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Çka pa i ke? Kur i niske ushtrijën për të shku në një luftë, ju thajke. Mos mbyt një gra, mos mbyt një fëmijë, mos mbyt një pleq, mos mbyt një të hendikepu, paralizu, mos mbyt një njerës të cilët keni bi pa duke shku në për kulte, në për faltore, në për vene të tyre, për me bo ibadet, për me bo adhurim. A janë muslimana, a janë jahudia, a janë krishtera, a janë budista, po kënë qka kënë, ju ata njerëz, mos i prekni, mos i afshkatërëni ekonomin ati vendi, mos i afshkatërëni ekonomin, mos i aprejni pënd. Ekonomia kryesore ka qenë kjo. Para 1438 vite, o i but, Muhammed Mustafaja po t'i thot këto fjallë. Ku janë sot muslimanët, ku janë njerëzit, ku janë dashamirësit? Sot vritën gra e fëmije, njerëz duke shkuë, pleqet, hendikepume, të paralizume, njeri me karroc, mbytët me plumë. Subhanallah, kush e ban këtë? E bojnë muslimanët të cilët janë me emën musliman, mirë po me veprime të asni fejs nuk janë. Se asni fej nuk thot me mbytën. Asni fej nuk thot me mbytën. E posa qërish feja jonë, na duhet mja përmen këti njeriu, edhe njerëzve që e pasojnë këtë njeri, edhe njerëzve që rejnë gjoks për këtë njeri, men qatala mu'minan muta'ammida, kush e mbyt një njeri me qëllim, fa jazauhu jahannam, shpërblimi ti është xhehenami, khalidine fiha abadan, në xhehenamin e përjetshëm. Po jo vetëm kaq, wa ghadiba Allahu alayhi, Allahu dhul jalali është i hidhrumta, wa la'anahu, Allahu vazhdimisht e mallkon. Po jo vetëm kaq, wa a'adda lahu 'adhaban 'aziman, dhe i madhi Allah xhaleshanuhu kom ja pregadit një dënim super special në çdo moment. Andaj inshallah i madhi Allah xhaleshanuhu popullin e Alepos edhe popullin e Siris dhe gjithë muslimanët dhe gjithë njerëzit që janë duke marrë zullume, inshallah Allahu xhaleshanu i liron nga ato zullumçart, inshallah Allahu xhaleshanu zullumçart i mbyt me zullumin që janë duke e bërë. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.